Le të zbulojmë bashkë se çfarë ka kjo pakoja që më ka ardhur nga Her Story, e cila është një faqe që shet produkte shumë të mira për kujdesin personal. Tani, pakon ma ka hapur Bato dhe me zëria kam hequr nga kthetrat, se kur bëhet fjalë për pako, këto toddlerat tanë shndrohen në produkti i parë është nga brendi Sisters Aroma. Unë është hera e parë që kam një produkt të tyre. Nuk i njihja më përpara dhe isha shumë kurioze t'i provoja. Është një brand nga Ukraina që përveç se bën produkte me dizajn të bukur dhe minimalist, siç e shihni, janë të fokusuara në krimin e produkteve për kujdesin personal, që jo vetëm përdoren për bërës ushqyes për lëkurën, por që kanë dhe aromë shumë të mirë nish. Dhe kjo ishte pjesa që më bëri akoma dhe më shumë kurioze. Faktikisht zgjedhjen e aromës ja lash në dorë vajzës që qëndron mbrapa faqes Her Story. E para është me fik të egër, lotus, vetiver. Tekstura që ka jo shumë e trash, aroma që ka shumë e mirë. Produkti hapet shumë lehtë në lëkurë. Dhe sa ere mirë, që ka shumë e mirë, shumë verore, as pak e rëndë, shumë elegante, shumë përzgjedhje e mirë. Dhe e dyta është me sea salt, kalamansi dhe amber. Sa e mirë dhe kjo. Hekri që ishte tek dhoma tjetër, tha erdhi me një herë aroma, kështu që imagjinoni. Tani, kjo më kujton shumë, nuk e di, jugun, detin, shkëmbind, ka aromë shumë të mirë, shumë verë, shumë pushime, shumë e mirë. Ndërsa kjo tjetra më kujton sërish verën, po baqen. Tani do t'i përdori dhe hekri.